Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić njoftoi të njëjtën se takimi i planifikuar me sekretarin amerikan të financave Scott Bessent nuk u zhvillua, pasi Bessent papritur kishte një takim tjetër. Megjithatë, Vučić tha se bisedimet vazhduan me zyrtar të tjerë amerikan, përfshirë Richard Grenell, përfaqësues special i presidentit amerikan për misionet e veçanta, dhe John Jovanović, presidenti i Bankës Amerikane për eksport-importin. Temë kryesore e diskutimeve ishte dogana prej 35% që SBA-ja ka vendosur për mallrat serbe, një ndër më të lartat e vendosura prej Donald Trump. U fol për këtë çështje, por kjo do të jetë një histori më e gjatë. Shpresoj që do ta zgjidhim me sukses. E shoh që është një proces i zgjatur, por mund të shohë rrezet dielli në fund të tunelit, pavarësisht procedurave shumë të ndërlikuara, tha Vučići, i cili ndodhet në New York për Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Ai njoftoi gjithashtu se sanksionet amerikane ndaj industrisë së naftës së Serbisë, të cilat deri tani janë shtyrë 6 herë, do të hyjnë në fuqi me 1 tetor. Kompania më e madhe e naftës në Serbi u përfshi në listën e sanksioneve më 10 janar për shkak të rrezikut sekondar, pasi shumica e pronësisë së saj është ruse. Ne kemi qenë jashtëzakonisht korrekt ndaj partnerëve rusë dhe partnerëve amerikan, dhe do të përpiqemi të vazhdojmë të jemi korrekt. Por njerëzit duhet të dinë se do të duhet të paguajmë një çmim jashtëzakonisht të lartë, tha Vučić për mediat serbe nga New Yorku, duke shtuar se Serbia është dëmi kolateral i marrëdhënieve midis amerikanëve dhe rusëve. Ai paralajmëroi gjithashtu një periudhë të vështirë, duke thënë se vendi përballet me një dimër të ashpër. Ndërkohë, struktura e pronësisë së nisit ka pësuar ndryshime gjatë kohës së fundit. Kompania ruse Gazprom u largua nga pronësia në shtator, ndërsa një pronar i ri u bë kompania Intelligence nga Shën Petersburgu, e menaxhuar nga Gazpromi.